Ky është momenti kur 41 vjeçari nga Tropoja Seponari mbërri në tokën shqiptare pasi ka përshkuar mbi 2600 kilometra në udhëtimin e tij që ka nisur në 10 maj në Cambridge, Angli dhe mbyllet në vendlindje ku do të shënohet kilometri i 2750. Ditën që u nisa e kom di që do jetë e vështirë, por jo kaq e vështirë. E kom di që do ketë rreziqe, por jo kaq rreziqe. Në një moment domethënë u futa në errësirë dhe ishim në Kroaci. Ishin këto rrugë të vogla, rrugë komsore, rrugë dhish që them unë. Edhe ishte një farë gërmine, një 15 metra. Edhe aty kom pa për herë fare veten rrezik shumë. Bashkëshoqëruesit e tij në këtë udhëtim sfidues kanë qenë shoferi i rulotit, i cili është gjithashtu dhe fizioterapist shqiptar, trajneri i vrapit nga Çiprosi dhe 2 persona të tjerë nga Shqipëria. Udhëtimin Ponari ja dedikon jo vetëm babait të ndjer, por edhe një kauze më të madhe, shëndetit mendor. Tash me që babi bën 10 vjetorin këtë vit që ka ndru jetë, tash do t'ja dedikoj vrapin babit edhe do shkoj nga shtëpia ime te shtëpia e babait. Vrapi ka qenë një faktor shumë kryesor për mua për të përmirësuar cilësinë e jetës time. Edhe hera fundi që unë jam gjuar për shembull pak si me mendime të tepërta, ishte sot. Pas Tropojës udhëtimin synonte zgjas edhe drejt jugut të Shqipërisë, atje ku edhe do të pushoj disa ditë. Do ta përfundoj në Ksamil. Të bëj ca ditë plazh. Janë besoj edhe një 500 kilometra tjera. Mbërritja e tij në Han të Hotit ishte e veçantë, ku familjar dhe miq e pritën në një atmosferë festive.